Troplinit ngren bën kallëzim penal, kallëzim ndaj meje. Tani, ky është sistemi. Qëndruat të njëjtës pyetje që zonja Gjoka ka marrë 500.000 euro dhe para prokurorit, se sot ju jeni pyetur si person që keni deni për rrethanat e veprës penale. Ju pyeti prokurori që ndroni kësaj deklarate? Atë pyetje unë e kam bërë publikisht dhe nuk kam marrë përgjigje. Ajo pyetje duhet jap përgjigje Irena Gjoka, e cila duhet deklaroj ka biseda apo s'ka biseda me Alket Hyseni, ka patur apo s'ka patur dosjet Alket Hyseni, apo s'është kështu. Ku e siguruat informacionin për Urdhroni? Informacionet unë i kam të shumë burimshe, po kur ndonjëherë, kur burimi nuk do të dalë. Sepse qytetari digital është sot burimi i vetëm si institucion për qytetarët shqiptarë. Në një kohë kur shërbimi informativ kombëtar ka bashkuar aksionet me Ergyes Agasin dhe kartelet, në një kohë kur Troplini i Skapit njoftoi apo nuk arrestoi Troplinin e Durrësit dhe keni vure ju. Klodiana, ka një hetim kush e informoi Troplinin e Durrësit për t'u larguar? A ka një hetim? As një hetim, sepse atë ka pas në dorë Dumani. Unë mund të them që e informoj Irena Gjoka, jo nuk e them. Sepse Irena Gjoka ja ka dorëzuar atij me 30 prill. Dhe Troplini ka qenë gjerë me datën 13 në Durrës, pasi festoi apo inauguroi festën e Arkend Ballës, të aty tjetër, Drazhit dhe aty të tjerëve, atër u tha mirupafshim, se i tha, ka një hetim, ky Dumani që mante në xhep, urdhar arrestin gjersajt përfundonte në Dubai apo ku të përfundonte, asnjë, sepse është vetë autori. Pra, një minutë se është shumë problem kjo punë. Se është lajmëruar El Chapo. Është artist El Chapo. Po, njeriu më kryesor i kartelit më kryesor të Europës. I vetmi kartel në Europë që disponon portin tërësisht. Po. Zoti Berisha. Pra, të gjitha këto tregojnë për një konglomerat, një joint venture të përbashkët të krimit me kreun dhe institucionet tjera të narkoshtetit. A e dini ju që ajo Hania, si quaja Aida, apo e këm gabim, e BKH-s, po thuaj çdo ditë në 6 të mëngjesit, i raportonte kujt, thoni ju? Kujt? Ardi Veliu, spiuni Edi Rams. Po, u habitën polis që e mbronin Hanien. U habitën. Ardi Veliu në stilin e vjetër të sigurimit, shkonte tek burimi në 6 të mëngjesit. Po, burimi ishte Hania. Po kjo është a ka qenë është një vjetra, Ardi Velia është një eksponent i krimit
nga më të rrezikshmit. Zoti Berisha, Tek Rama, me Ramën i kanë gjithat. Rama ishte. Gazetarëve nuk na lejohet në fakt bëjmë komente, po si grua dhe si gazetar e konsideroj të pakushtashme gjuhën tuaj në adresë të një gruaje tjetër. Më fal, jo një minutë. Jo një minutë. Ju dëgjoj me shumë respekt. Do me thënë, mjafton të jesh grua, jo këtu. Po ta mbaroj deri në fund pyetjen dhe pastaj do ta them unë. Atëherë unë ju